tërë zona, tërë kooperativat në atë kohë, me hekur punus, saldator, punonin, që bënin, nuk ishe gozht për të masur kuel, nuk ishe petkoj. Nuk i pledo në treg, i prodhonin ju? I prodhonim neve. Ose nalqet e kuelet, që shkon të kaloshina për se transporti mi math atë i bësh me kaloshina, me kuel. Zone poshpe, jo zone jonë këtu, se o zone thyrë, për Shëmëriza dhe të Shovica, me kaloshin. Me transport me kuaj, me ato rodat prej druri, për ka shumë. Po. Me i shtres hekuri. Po pasi u prish kooperativa? Pasi u prish, kam punu shumë pasaj, këtu se u nda toka dhe njëzit u turën tokës. Ishim mësur tjetërsojnë në kooperativë, kur kishim pronë në vetë, unë punoja me orë të zgjatra. 3 orë gjumë, se zini në radha, ta me mushka, me kull, edhe më loja tërë këtë zonën. Që në Janç, e në Prenjas, e në Sulë, tërë këtë zonën vini këtu. Mirja Gogjalek, edhe më shtynë të zanati, ka punu privat. Gjithë kjo zona Kjo më ka dhënë dorë. Gjithë kjo zona që përmendët juve, sot, ka banor, prodhojnë më? Ose ato që keni prodhuar juve, i rikuperojnë? Ne kemi qënë këtu gati 800 banor, afërsisht, më duket. Shkolla kishe 196 nxënës. Këto njësit administrative të zonës, zona këtu, ka më banor, vinë më këtu për të prodhuar vegla? Jo, nuk vinë fare. Tani se zona jonë kanë hikur të tërë. Ja neve këtuni, në 800 banor, kemi ngelu 70 veta. Pas një qunë, shkolla u mbyllë fare, nuk ka shkollë, si vjetë, pati 2 nxënës bingin 4 mësus. Si e shikoni ju mbylljen e shkollës? Gjë shumë e keqe. Për ne moshën e tretë, ne kemi qenë në sistemin e Enverit. Unë jam datë lindja 50, jam 76 vjeç, edhe maj mend kur o bërë kooperativ. Se kam qenë klasë parë. Jam bërë, aj që s'bësh kooperativ ateri, e bërin kolakër. Edhe do ty një sësë bërë. Ai që nuk punon dhe kooperativ, nuk futesh kooperativ, bësh kolak. Bësh kolak. Për gjithë ata që nuk e din që do më thënë termi kolak. Kolak temi a i se mi paso dhe nuk e dorëzonte tokën, ose baktit, nuk e dorëzonte s'donte. Fillot edhe diktatura. Presa pintim, baba im me gjithë gjaxhan, kishin 200 krerë bakti. Na i murën, i shtullu me një stall, me zorë dhe të rifte dhe polici pasaj. Vinte polici, ta merte baktin ose mallin që kishe? Ta mirte. Edhe atë vit mori herë pylli. 1000 cakrerë pas stalla ngordë baktit tëra. Pse? Sistemi kooperativ. Bashkimi tufëzim, bashkimi i tufave. Nuk dinin si ti menaxhoni, si ti mirëbani dhe ngordë. Pa gjë, që maj mendo pasaj, tuke 63-shi, u bokeq, hamin bukën me racion, buk misri, na 400 gram për frym, tipte ateri. Në 70-ta, dhe në 72-shin ka qënë buka me racion, 600 gram. Ajo ko e në verit. Pasaj u hoqë. Pas perceptimit tuaj, parë se të bësh kooperativa, kanë qenë më mirë njerëzit. Më mirë njerëzit. Kishin, prodhonin, hanin, ushqeshin. Mori sistemin e Stalinit në Bashkimi Sovjetik edhe e përdori këtu. Pasaj u hap luftë e klasave të shumë. Unë për shembull ka marru 4 klasë dhe nuk më lejosh të vazhdoja 7 vjeçare dhe kishim shumë larg. Ne jemi bërë 5 veta dhe shkomi që këtu 3 orë në Tunj. Në Tunj ka pasur shkollë?
ka pasur shkollë. Kjo është sa larg është nga Gramshi Tunja? Pak a shumë? 16 km. 16 kilometra. Pra është më larg se sa Lubinja. Jemi neve. Edhe kjo histori ka qenë që maj mend unë të tërë këtë. Kur është si e kujton kohën kur është hapur shkolla këtu? Pasaj ju hap shkolla që një gjë e madhe. Unë e kam marru 7 vjeçaren në Sult atë. Mu dha e drejta të mësonja, mi po një xhaxhaim kishe qenë 3 muaj me ballin, edhe ndjeksh pse ke qenë me ballin, edhe nuk më lanë të vija në shkollë. Pasaj i hyra zanatit vetë si erdha në ushtria, i hyra këtij zanatit. Nuk më lejon, vetë, me forcat e mia. Po hapjen e shkollës si e kujton këtu në fshat? Hapja e shkollës ishte shumë gjë e madhe, 7 vjeçare kur bo 7 Sa vjeçare. moshe keni qenë kur është hap shkolla? Unë kam 7 qenë, vjeçare. moshën 18 vjeç i ka ushtar, unë kam qenë në moshën 16 vjeç, kur hapë shkolla këtu, 7 vjeçare. Sa fëmijë ishin atë vit që u hap shkolla? Po, ishin goxha, 100 ca ishin, më tepër. Pra ishin mbi 100 fëmijë në momentin që është hapur si shkollë. Shkolla e parë atëri, 100. Dhe sot jemi para faktit që ajo shkollë nuk funksionon. Ajo shkollë nuk funksionon. U mbyll. Dhe këtu thuaj që fshatit po vjen fundi apo jo? Fundi. Krejtësisht fundi. Më keq se në atë sistem ku kam qenë unë i vogël. Pra ju keni jetuar para kooperativën, demokracinë. Demokracinë. Cili sistem është më i mirë? Sistemi më i mirë o tani, po të rinin fëmit këtu të punonin, ose të investon të shteti, si që investon në qytet, të investon edhe në fshat, si që ka bota, që bugjetin e shtetit e ndanë për frym, edhe investon si në qytet dhe në fshat. Këtu është maskallik. Në ajo hikin të rinjt, marrin. S'ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka si. Vujnë të punojnë gjithë këto ullishtat. I me Saliu i dha një shtytje atë në 2005 për ullishtën. Shkule marën, thaj, dhe vere ullirin, atë edhe ashtu bon të torquna të kësyn në Greqia, në Italia. Pasaj erdhe kjo kohë, hikën prapë. Së u gënjën. Dhe vazhdojnë hikin. Dhe vazhdojnë hikin, s'ka. Të torë dyshe, njëshe, s'ka, gjamëgji, shkretir. Gjithë këj fshat, i shtil, 4 metra larkë, shpit në njëri tjeti. Se atë i kisha vit verdh, në konen verit, pasaj, në 75, sa këshu. Qështë 70-ën, ishe planifikim. Nuk të lidaj më shumë se 4 metra larkë njëri tjeti. Si do mbosaj me zi fshatit, të kemi në shpijat. A zjeni këtu në fshat tani që rinia ka ikur, pse hyret e këto ka ime, pse më shtyt e gardhin, pse më prishe po të zien më shumë vlla me vlla, ata tafet këshuni, zien për gjëra kështu, po jo, nuk zien. Një